Selam aleikum, nëse qëllojmë natën e Kadrit, nuk duhet fjetur fare gjumë në atë natë? Pak vështirë. Wa aleikum assalam wa rahmetullah. Po kush tha se nuk duhet me fjet, ose kush tha se është haram me fjet? Por duhet kish parasysh. 10 netësh i fundit i Ramazanit, profeti alayhis salam e shtrëngonte si thon brezin e tij. E gdhinte ose fale gjatë netëve të 10 netëshit fundit dhe i zgjonte familjarët e tij. Pra që për kushtimin këto net është më i madh. Ama dikush është në punë gjatë ditës do me fjet, fleja vlla. Po e ndaje një kohë për lutje, për adhurim, për namaz, për shembull, me shku me u fal, si i thon, me besimtarët në xhami. Pra ndan një kohë të natës. Gjithsesi, sa më shumë përpiqesh, normal, shpërblime synojmë.